Por në fakt Partia Demokratike dihet që është e zotit Berisha. Dhe është ajo kulti që vendos pastaj se kush duhet... Që të thuaj tani që ka rivalitet doktorësh në PD. Se kështu bia, do thonë një kardiolog me një imunolog. Fati mirë apo fati keq që Jali Mehmetit që është doktor, po që... Është fati mirë se... Në rastin... Ka bërë mrekulldira gjatë Covidit e kështu gjërash, ka mbajtur njerëzit me shpresë, ka mbajtur njerëzit me i ka dhënë road mapping se si duhet të orientohen. Po sigurisht, por gjithsesi mos harrojmë faktin që një dorë shumë e padukshme brenda Partisë Demokratike për interesat e veta ka bërë këtë rishpërndarje të votave. Ti e gjykon kështu. Dhe sigurisht që ka një regji, që në fillimet e elektoratit. Je dakord me këtë insinuat që bën Zora Labani? Po bie dakord me Anduenën që siç e preku zoti Sula në fillim. Po prova s'kemi për këtë. Tani provat i ka Jali Mehmeti tek pamet fizike. Dhe kur hapim kuti do t'i gjejmë provat me siguri, sa sigurisht nuk do gjejmë rezultat që përputhet kutia me Përzo Zërbalin. Jo të gjitha. Do të kemi gabime njerëzore dhe orientime të caktuara. Çështja është kush e orientoi votën. Dhe ky që është kush caktoi numëruesit. Në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, në të gjitha partitë që kishin numërues, është kryetari i partisë dhe shefi politik i qarkut ai që përcakton numëruesit. Dhe shefi politik i qarkut në një zonë caktuar... Shefi politik i qarkut Tiranës kush ka qenë PD? Po ka përshtypjen që PD-ja u ndala disa zona ku kishin përgjegjësi të caktuara disa individ. Belin Klliçi kishte zonë caktuar, zona Tabaku ishte njësi numër 2, pra ishin të shpërndarë në disa zona të caktuara. Po numëruesit një general major përgjithshëm. Numëruesit për shembull kanë caktuar i kanë ndarë me Flamur Nokën, kështu që Flamur Noka nuk besoj që Flamur Noka i do një lloj gjithë. Edhe numëruesit vetë po ashtu kanë ndjeshmëritë e veta personale. Pra ky që them që sa them dot emrin se Flamuri. Flamuri Pashko. Flamur Noka. Nuk meriton as emrin ta kujtoj. Pra fakti që numërues nuk kanë pasur gjithë kandidatët e bën praktikisht të mundshëm deformimin e qëllim të votës. Gabimi njerëzor është gabim njerëzor. Ajo që nuk kuptoj me Partinë Demokratike është që këtej më thotë që në kuti njerëzit shkuan të presionuar, të blerë, të trysnuar, të kontrolluar, tani thot hapim kutit. Hapim kutit gjejmë Suel Çelën brenda. Hapim kutit gjejmë Tropinët brenda. Hapim kutit gjejmë Hakmarrën për drejtësi brenda. Nuk është asnjë nga këta element që thot Berisha humba prej këtyre brenda në kuti. O kemi në kuti fitoren, o kemi kuti humbjen. Dhe ajo që pak ka shanse të ndryshojë është që PD-ja me hapet gjitha kutive të Shqipërisë po duan, nuk është del fituese pas rinumërimit. Për mua ky është nonsens i PD-s. Sigurisht që çdo individ, sidomos individ me numër me një nivel kaq ekstravagant mbështetje lavdërues si zoti Ali Mehmeti meritojnë të kërkojnë edhe një vot që mund të ketë humbur.